Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Arrest shtëpie për ish zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Veriut Artan Grubi. Vendimi u dha nga gjykatësi procedurës paraprake në gjykatën themelore penale pas kërkesës së prokurisë themelore publike në Shkup. Krahas asaj u vendos për konfiskimin e dokumentit të udhëtimit. Prokuroria vlerësoi se janë siguruar shumica e provave, i dyshuari është paraqitur vullnetarisht pranë organeve të ndjekjes dhe se ka tregues për rrezikun e sigurisë së tij në kushtet e paraburgimit. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është përparësi dhe kushdo që ka vepruar në kundërshtim me ligjin duhet të përgjigjet sipas rendit ligjor, është apeli që vjen nga forca më e madhe e qeverisë së Maqedonasë VMRO-DPMNE pas arrestimit të zëvendës kryeministrit Artan Grubi. Në një kumtesë për mediat, VMRO pretendon se dëmi ndaj shtetit nga veprimet e grupit është mbi 8 milion euro. Dyshohet se së bashku me ish drejtorin e llotarisë shtetërore Përparim Bajrami zhvilluan procedura tenderimi që bien ndesh me ligjin. Pas prangosjes së vendës kryeministrit Artan Grubi, koalicioni Vlen deklaron se BDI po përballet momentin më të rënd të ekzistencës së saj politike. Rikthimi i grupit nuk është fundi i procesit, por fillimi i një zbërthimi që mund të çojë në demaskimin e plotë të mënyrës se si ka funksionuar BDI-a, apelojnë nga Vlen. Sipas shumicës në pushtet, pyetja nuk është nëse do të ketë pasoja politike, por sa të thella do të jenë ato. Alianca për shqiptarët Arben Taravari shpresoni një bashkim me pjesën tjetër të Zjat Vincelës. Në intervistë televizive, kryetari i Bashkisë së Gostivarit, Valbon Limani, tha se deri më sot nuk ka para apo konkret, por se do të punohet në atë drejtim. Sa i përket bashkimit të ASH-s, për të pas bashkim të këtill, patjetër që duhet të ketë edhe motiv edhe dëshirë nga të gjithë palët dhe nga të gjithë anët. Deri tani nuk shoh ndonjë hap konkret, por gjithsesi do të vazhdojmë të punojmë në atë drejtim. Ai komentoi si vendime personale largimet e disa prej eksponentëve të këtij fraksioni të Aleancës për shqiptarët. Për momentin janë larguar, mirë po prapë do të them është reflektim personal i tyre, vleranti për të përkushtuar profesionit dhe shkencës, ndërsa Gaddafi besoj që i nevojit është ndoshta një pauzë nga gjithë ajo dinamikë të cilën e ka pasur në këto. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rikthehet në përdorim pas 13 vitesh tubacioni përmes të cilit transportohen produktet e naftës nga rafineria në Selanik drejt rafinerisë Okta në Shkup. Ministria e Energjetikës deklaroi se janë bërë të gjitha kontrollet e nevojshme për funksionalitetin e sistemit dhe se ky është një hap i rëndësishëm për përforcimin e sigurisë në furnizimin me derivate të naftës. Kontrolli u krye nga ana e Byros për Meteorologji me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga Instituti Meteorologjik Çek dhe laboratori Metron nga Selaniku në prani të përfaqësuesve nga shërbimi doganor. Sipas ministres energjetikës Sanja Bozhinovska, korrektësia teknike dhe saktësia e matjes janë parakushte kyçe për funksionimin e sigurt dhe transparent të infrastrukturës energjetike. Bllokimi i aksit Librash-Pogradec shkakton trafik në pikat e kalimit kufitar me Maqedoninë e Veriut. Për shkak të paralizimit të qarkullimit me juglindjen e Shqipërisë, kamionistët nuk e shfrytëzojnë dot më pikën e Qaftanës përmes së cilës aksesojnë pjesën tjetër të Shqipërisë dhe portin e Durrësit, por duhet të përdorin pikën tjetër doganore alternative të Blllatës. Në pikën kufitare të Qaftanës, rreth 30 kamion kanë mbetur në pritje për të kaluar kufirin, ndërsa disa drejtues mjetesh raportojnë se prej 2 deri në 3 ditësh qëndrojnë të bllokuar. Prishja e aksit Librash-Prenjas ka detyruar shumë kamion të ndryshojnë rrugkalim dhe të kalojnë tranzit nëpër territorin e Maqedonisë së Veriut drejt Bllatës për të ndjekur më pas rrugën e Arbrit dhe kalimin në Tiranë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.